Pas 12 vitesh, Vllaznia e Femrave ka pësuar humbjen e parë në kampionat. Atë ja ka shkaktuar ekipi i Gramshit në ndeshjen e luetur në stadiumin Loro Boriçi, që u fitua nga miket me rezultatin 2-1. Ekipi shkodran shënoi parin në minutën e 44 me anë të kapitenes Franja. Në pjesën e parë pati edhe një 11 metësh të akorduar për Vllaznin, por pas sinjalizimit të sistemit VAR, u anullua për pozicion jashtëloje. Në pjesën e dytë Gramshi fitoi një 11 metësh, por gjuajtja e Begallos u grushtua nga portierja në rol. Megjithatë, Begallo korrigjoi shënjestrën në minutën e 87 duke barazuar shifrat, ndërsa në minutën e 95 do të ishte Kioko që do shënonte dhe golin e fitores për ekipin mik. Pas ndeshjes, trajneri i Vllaznisë në futboll për femra Nikolin Leka tha se është shumë i zgënjur nga kjo humbje. Të them të drejtën, jam i shokuar nga jo vetëm nga rezultati, por edhe nga paraqitja e disa vajzave, nuk e priqim këtë. Kishim bërë gjithë javën, ishim përgatitur, kishim bërë gjithë javën stërvitje, kishim dhënë orientimet tona, por disa vajza nuk ishin në lartësinë e duhur, na çka kërkoshin më vë. Edhe normalisht futbolli luhet 10-10 plus portieri një maç, kështu që sikur 3 vajza mos paraqiten mirë në fushën e lojës, dihet e punë, mundu me bëmë zëvendësime, por edhe zëvendësimet nuk e çunë futbollin aty ku deshim ne. Them drejt ishin 2 gol aksidental, nuk ka se për lloj loj Gramshi. Kishim rastet tona, mund të mbyllte pjesa parë 3-0. Kam dyshimet e mia te momenti penaltis që e lloj herë arbitri dhe e anulloi. Kjo është e gabum, por kam dyshimet e mia gjithsesi loja marroi vetëm një betejë, nuk ka marrë lufta akoma. Kështu që do t'i shikojmë gjanat më me imësi, do t'i shikojmë gjanat mirë, korrigjojmë ato gabimet që kena bën këtë fushën e lojës dhe normalisht që Vllaznia do të jenë aty në ato pretendimet e veta. Nga ana tjetër, trajneri i Gramshit në futboll për femra, Rahman Hallaçi, ishte shumë i kënaqur me këtë fitore që ja shkaktoi Vllaznisë pas 12 vitesh. Po mundohemi të ndërtojmë një skuadër pretendente. Kuptohet është viti i dytë. Vllaznia ka shumë vite që ka ndërtuar një bosht në skuadër. Një skuadër që kuptohet është për të mundur, sepse Vllaznia ka vite që fiton trofe. Ka një skuadër shumë serioze, ne po mundohemi her pas here që të marrim disa lojtarë dhe të përshtaten me sistemin e lojës që ne kërkojmë. Mendoj që lojtarët që kanë ardhur janë përshtatur mirë me pjesën tjetër të grupit. Kemi ndjerë edhe në her pas here disa shqetësime, sepse nuk na vjen mirë që jemi larguar nga Kupa e Shqipërisë. Po mundohemi të bëjmë maksimumin në kampionat, sepse na ka ngelur vetëm kampionati. Ndeshja ishte shumë e vlerësuar me Vllaznin, sepse e dinim se çfarë kundërshtari kemi përballë. Mbi gjitha me një stadium mjaft të bukur që të lejon të shprehësh komplet cilësitë që ke. Më bëhet çefi për skuadrën, sepse skuadra edhe mbasi morëm një gol, nuk u dorëzua, më pas morëm edhe penalltin. Ishte një moment delikat dhe shumë i vështirë, por që gjetën forca për të ngritur dhe arritëm të bënim atë që bëm për të marrë një fitore që do ta quhet jashtëzakonshme, pasi u tregu një karakter shumë i madh nga gocat. Në këtë mënyrë, me këtë fitore Gramshi merr provizorisht kryesimin e renditjes, por Vllaznia ka një ndeshje më pak të luetur, atë ndaj Teutës.